Mirëmbrëma, shikues të shtatë, ky është edicioni qendror i lajmeve. Fillimisht ndjekim disa nga zhvillimet kryesore të ditës. Bashkëpunëtori i Vjosa Osmanit Burim Meta thotë se nuk e përjashton mundësinë që presidentja të themelojë parti të re ose të bashkohet LDK-s. Sipas tij, Albin Kurti nuk e rikandidoi Osmanin për shkak të angazhimit të saj në bordin e paqes. Ngjarje e rëndë në Majas të Podujevës, shkon në 3 numri i viktimave, vdesin edhe moshuara edhe e dyshuara në ÇKUK. Prokuroria thotë se nuk dihet motivi i krimit, pritet varrimi i 45 vjeçarit nga obiliqi. 5 persona të vrarë është bilanci një jave të rëndë krimi në Kosovë. Ekspertët kërkojnë mobilizim të policisë për të parandaluar për shkallëzimin e situatës. Ashtu propozohet edhe rishikimi i ligjit për legalizimin e armëve. Çmimi i naftës në Kosovë arrin deri në 1.79 cent. Kompanitë shtrejtojnë biletat e autobusëve, qytetarët ankohen. Këto ndryshime në tregje ndodhen pasi Trump u tërhoq nga kërcënimi për sulm ndaj Iranit. Kombëtarja e Kosovës në futboll nis grumbullimin para sfidës historike kundër Slovakisë. Selektori kombëtarës Franco Foda shpreh optimist për rezultat pozitiv. Edicionin po e nisi me një ngjarje që tronditi Podujevën mbrëmjen e së dielës. Një 31 vjeçare dyshohet se qelloi për vdekje të dashurin e saj 45 vjeçar, përpara se të merrte peng dhe të plagoste gruan 73 vjeçare të agjes së saj. Të dyja viktimat janë dërguar në ÇKK, po që nuk kanë mbijetuar plagëve. Motivi i ngjarjes mbetet ende i panjohur, ndërsa policia po vazhdon hetimet intensive. Krismat e armës, natën e së dielës tronditën banorët për rreth. 3 plumba u shkrepën në 3 persona të ndryshëm mbrëmjen e kaluar në Majac të Podujevës. Nga obiliqe, 45 vjeçari I.B. u nis drejt fshatit Majac, siç raportohet për të takuar të dashurën A.K. 31 vjeçare. Siç mësohet, për shkak të një konflikti, 31 vjeçaria e qelloi në kokë duke lënë të vdekur I.B. Ajo që nisi si një vrasje në vetur, përfundoi me një ekzekutim tjetër brenda shtëpisë dhe vetvrasjen e të dyshuarës. Pasi që fillimisht e qelloi për vdekje 45 vjeçaren, 31 vjeçaria u nis në drejtim të shtëpisë së agjes së saj. Nga aty, ajo e plagosi 73 vjeçaren e më pas veten. Tashmë janë konfirmuar vdekjet e të 2 viktimave. Familjarët e 73 vjeçares nuk dëshën të prononcohen para kamerës, mirëpo pas saj dhanë detaje për rastin. Ata treguan se e dyshuara pas kryerjes së aktit në vetur, hyri në shtëpinë e agjes që ndodhej vetëm disa metra larg. Brenda gjendej 73 vjeçaria me nusën dhe me fëmijët e djalit. A.P.G. mori peng gruan e agjes M.P.G. duke kërcënuar se në rast se dikush tenton t'i afrohet ose të thras policinë do ta vras atë. Pas kësaj, 31 vjeçaria qelloi tashmë të ndjerën e më pas vetën, duke I nisur për në qendrën emergjente të ÇKUK-s. Rrethanat e rastit po hetohen edhe nga prokuroria themelore në Prishtinë, duke theksuar se nuk dihet ende motivi I këtij krimi. Pas pranimit të informatave, policia dhe njësitet e tjera relevante në krye me prokurorën kujdestare nga Departamenti për Krime të Rënda, kanë dalë menjëherë në vendin e ngjarjes dhe kanë ndërmarrë të gjitha veprimet e para hetimore lidhur me këtë rast. Më pas është sekuestruar një armë zjarri, disa gëzhoja dhe disa prova të tjera relevante, të cilat do të ndikojnë ose do të ndriçojnë në sqarimin e plotë të rrethanave të këtij rasti. Trupat e viktimave janë dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për obduksion. Deri më ditën e së hënës nuk ishte bërë ditur se kur do të varroset Elias Brahimi, I cili mbeti I vrarë nga e dashura e tij. Megjithatë, në orët e pasdites u njoftua se varrimi do të bëhet të martën në varrezat e fshatit. Ndërkohë, familjarët, edhe pse nuk kanë hapur ende dyert e shtëpisë për vizitorët, po presin çdo që dëshiron t'i ngushëllojë. Me urgjencë u sollën në emergjencën e ÇKUK-s. Mbrëmjen e së dielës, 2 të plagosurat nga rasti në Majac të Podujevës morën trajtim në këtë qendër. Intervenimi ishte I menjëhershëm. 2 paciente të gjinisë femërore, njëra e lindur me 1953, tjetra 31 vjeçare, janë sjell nga autoambulanca e Podujevës. Arsyeja lëndimi me armë zjarri. Gjendja shumë e rëndë dhe jo stabile. Janë kryer ekzaminimet e nevojshme në qendrën emergjente. Të 2 pacientet janë të intubuara me frymarrje të asistuar. Njëra është dërguar në sallën operative ku janë duke punuar ekipet e neurologjisë dhe anestezionit. Gjendja e pacienteve shumë e rëndë. Mirëpo dita nuk qeti për 73 vjeçaren M.P.G, e cila vdiq rreth orës 3 të mëngjesit.
Ndërkaq trajtimi vazhdoi për të dyshuarën. Ajo u dërgua në sallën operative ku ekipet e neurokirurgjisë dhe anestezionit kryen trajtimin intensiv. Në mesditë u konfirmua edhe vdekja e saj, që quaj numrin e viktimave në 3. Sipas njoftimit nga qendra emergjente, edhe 31 vjeçaria ka ndruar jetë. Vdekja e 2 familjarëve të tyre e tronditi familjen Gashi nga Majaci. Dyert e shtëpisë akoma nuk i kanë hapur për kryer shëndosh, mirë po i presin çdo që vjen t'i ngushëlloj. Njësitet policore nuk i patën jashtë dyerve vetëm gjatë natës, ata erdhën edhe gjatë ditës. Rreth 50 kilometra nga ky fshat, në Bakshi të Obidiqit, ndodhet familja e viktimës tjetër. Njësitet zyrtare të FET u pan gjatë ditës edhe në familjen Brahimi, të cilëve u mbeti i vrarë djali 45 vjeçar. As këta akoma nuk i kanë hapur dyert për të pame. Mirë po njoftuan se po presin për të vendosur ditën e kohën e varrimit. Gjykata themelore në Pejë ka aprovuar kërkesën e prokurorisë themelore në Pejë, duke i caktuar masën e paraburgimit për 30 ditë të dyshuarit për vrasjen e vëllait në fshatin Bokshëq të komunës së Klinës. Agnez Qiraj Qetaj, udhëheqëse e zyrës për informim dhe komunikim me media në gjykatën themelore në Pejë, bëri të ditur për betimi për drejtësi, se masa e paraburgimit mund të zgjasë deri në 19 prill. Kjo masë u vendos pas mbajtjes së seancës dëgjimore me të dyshuarin. Ngjarja kishte ndodhur me 21 mars rreth orës 15, kur Policia e Kosovës, Drejtoria Rajonale e Pejës dhe Prokuroria Themelore kishin njoftuar për të shtëna me armë zjarri në fshatin Bokshëq. Si pasojë e plagëve të marra, një person humbi jetën. Brenda një jave, Kosova u trondit nga vrasja e 5 personave. Ish-drejtori i policisë Rashid Çalaj bën thirrje për mobilizim të menjëhershëm të policisë për të parandaluar për shkallëzimin e kriminalitetit. Ai gjithashtu kërkon rishikimin e ligjit për legalizimin e armëve si një masë për rritjen e sigurisë publike. Fiks një javë më parë, gjaku mbuloi kaldrëmin në qarshinë e vjetër të Gjakovës. Në orët e hershme të mëngjesit brenda kësaj kafeneje, pas një mosmarrëveshjeje, u vra një 38 vjeçar nga pronari i lokalit. Skaluan 5 ditë dhe një viktim tjetër u raportua nga arma e zjarrit e kësaj radhe në Klinë. Konkretisht në fshatin Bokshëq, një person e vrau vëllain e tij 50 vjeçar mbi problemet për pronësi. E një ditë më parë edhe Podujeva u trondit nga një vrasje trefisht, ku mbeten të vrara 2 gra e një burr. Aty dyshohet se 30 vjeçarja Ardita Gashi vrau të dashurin e saj, gruan e Axhës dhe në fund edhe veten. Këtë këto po e cënojnë sigurinë në Kosovë, ndaj sipas ish-drejtorit të policisë, duhet reagimi menjëhershëm. Aktivitetet policore të angazhojnë në drejtimin e informantave inteligjente, në mënyrë që pastaj t'i koordinojë dhe t'i planifikojë operacionet në kodër të këtyre informantave inteligjente, dhe po ashtu të angazhojë sa më shumë në implementimin e strategjisë policimit në komunitet. Tjetër zgjidhje sipas ekspertit të sigurisë Nurettin Ibishi është edhe legalizimi i armëve, pasi sipas tij mbi 200.000 sosh pa leje janë në shtëpitë e kosovarëve. Në 2018 me pak rezultate, edhe kjo e bën shumë të ndijeshme çështjen, nga se kjo duhet të bëhet legalizimi më shumë herë, në qëllim edhe me masa them përfituese për ata që dorëzojnë, qoftë ato që janë armë jo në bartje personale, që të shpërblehen me dhurata të caktuara, apo eventualisht këta që ju jepet arma për mbajtje, atëherë mund të ju lirohen nga taksat. Në parandalimin e rasteve të tilla në të ardhmen mund të ndikojë edhe efikasiteti i gjykatave. Është rëndësishme edhe lartësia e dënimit, mirë po mendoj që shumë e rëndësishme është edhe sa shpejt trajtohet një lëndë dhe sa shpejt mirët mendimi. Është pa kuptim ende që në gjykatat tona lëndë të bartën me vite tëra, me ka 5, 6, 7, 8 vjetë, mendoj që kjo s'ka asnjë kuptim, edhe në çështjen e posedimit të armëve, po edhe në raste tjera. Përgjatë vitit 2025, sipas policisë në Kosovë, u shënuan 18 raste të vrasjeve. Policia dhe Prokuroria Speciale kanë përdeditur se është arrestuar të hënën një person i dyshuar për krime lufte në Kosovë.
Z.S. dyshohet se gjatë periudhës 1998-99 si pjesë e një grupi paramilitar të forcave serbe, ka kryer krime luftë në Matiqan. I pandehuri Z.S. si pjesë e një grupi paramilitar të forcave serbe, dyshohet se ka kryer krime luftë në fshatin Matiqan, komuna e Prishtinës, gjatë periudhës kohore 98-99. Brenda afatit ligjor, sipas kodit të procedurës penale, Prokuroria Speciale do të paraqesë në gjykatën themelore të Prishtinës, Departamenti Special, kërkesën për paraburgim, thuhet në komunikatën e përbashkët të policisë dhe prokurorisë. Ndërkaq një shtetas i huaj i kërkuar nga autoritetet ndërkombëtare për veprën penale të vrasjes është arrestuar sot në Prishtinë pas një operacioni të zhvilluar nga policia e Kosovës. Arrestimi është realizuar nga njësia FAS Kosova në bashkëpunim me njësitë policore të rendit publik dhe njësinë për reagim të shpejt pas një pune operative në terren. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Daud Hoxha ka bërë të ditur se operacioni është zhvilluar në bazë të një letë rrështimi ndërkombëtar. Sipas tij, rasti është duke u trajtuar në koordinim të ngushtë me Prokurorinë Speciale të Republikës së Kosovës, ndërsa janë duke u ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme ligjore në përputhje me procedurat në fuqi. Ilja Uvarov, shefi i ri i zyrës ndërlidhëse të Rusisë në Prishtinë, përmendet në databazën Ukrainase Molfar. Ilja Uvarov është emëruar shef i ri i zyrës. Emri i tij figuron në një databazë të publikuar nga organizata Ukrainase Molfar Intelligence Institute, ku përfshihen persona që dyshohet se kanë lidhje me shërbimet sekrete ruse. Radio Europa e Lirë nuk ka mundur të verifikojë në mënyrë të pavarur rolin e tij të saktë. Përtej këtij njoftimi, Uvarov mbetet një figurë pak e njohur për publikun në Kosovë. Në faqen zyrtare të Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Diasporës së Kosovës, ai ende nuk figuron si drejtues i kësaj zyre. Aty vazhdon të jetë i listuar paraardhësi i tij Andrej Shugorov. Emri i Uvarov përmendet gjithashtu në listën e përditësuar të misioneve të huaja në Serbi, një praktikë e zakonshme për shtetet që nuk e njohin pavarësinë e Kosovës, duke menaxhuar marrëdhënie diplomatike përmes Beogradit. Ndërrojmë temë të informacionit për shkak të rritjes së çmimit të naftës, i cili po ndryshon çdo ditë, janë rritur edhe çmimet e biletave të autobusëve ndërurban. E kjo situatë po e shqetëson më së shumti qytetarët, ndërsa ekspertët e lidhin me mosfunksionimin e autoritetit të konkurrencës në vend. Kaq ishte çmimi i naftës para ditën e kësaj të hënë. Por ky çmim nuk pritet të mbetet i njëjtë edhe në ditët në vazhdim, pasi po shënon rritjet e vazhdueshme si pasojë e luftës në lindjet e mesme. Ky ndryshim po vazhdon të jetë një ndër shqetësimet kryesore për qytetarë biznesit. Duhet me vendos qeveria për këtë krizë që është në botë, sikur Maqedonia që ka heka kështizët. Jo, nëse shrentohen të udhëtimit, do me thonë, do përdori me mjete tjera transporti, se s'ja vlen. Në disa pompa të hënën çmimi variante nga 1.71 euro deri në 1.79 euro për litër. Kjo ka bërë që edhe transporti ndërurban të rrës çmimet e biletave. E as ky ndryshim nuk po pëlqen qytetarëve. Sigurisht për shkak të luftës. Lufta i prish hesabet këtej. E gjithë këtë gjendje po ndodh edhe për shkak se autoriteti i konkurrencës nuk është funksional. Ish drejtuesi i këtij institucioni Valën Presteshi theksoi se në Kosovë nuk ekziston një rregullore shtetërore që përcakton çmimet e derivateve, sikurse është rasti në Maqedoninë e Veriut. Ne nuk kemi ndonjë regulator i cili është në kuadër të shtetit apo organi pavarur i cili përcakton çmimet e naftës siç është në shtetin e Maqedonisë së Veriut. Çmimet e naftës në Kosovë përcaktohen bazuar në ofertën dhe kërkesën e tregut. Presteshi theksoi se nëse ndërmarrjet bien dakord për rritjet e çmimeve në mënyrë të përbashkët, kjo është e jashtëligjshme. Sipas ligjit për mbrojtjen e konkurrencës, kur ndërmarrjet merren vesh për ngritje të çmimit të një produkti të caktuar, atëherë kjo është e jashtëligjshme, konsiderohet si një marrëveshje kartel. Çmimi tavan i vendosur disa ditë më parë nga Ministria e Tregtisë, Industrisë dhe Ndërmarrësisë nuk është respektuar nga operatorët e tregut. E lidhur me këtë çështje të shtatë ka tentuar të marrë një qendrim edhe nga ministrja e këtij institucioni, Mimoza Kusari Lila, por gjatë së hënës ajo nuk ishte e qasshme.
Ministre e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit Mimoza Kusari Lila ka njoftuar se heqja e TVSH-s apo akcizës edhe përkohësisht nuk është e mundur. Kusari Lila këto komente e bëri pas dorëzimit të kërkesës nga Alianca për Kosovën, e cila i kërkoi Ministrisë së Tregtisë masa urgjente për përballimin e situatës ekonomike dhe uljen e çmimit të naftës. Zyrtarët e partisë Besnik Tahiri dhe Albana Bytyqi kërkuan ndërhyrje të menjëhershme për të lehtësuar ndryqimin e rritjes së çmimit të naftës në ekonomi, duke përfshirë kostot e transportit, prodhimit dhe furnizimit, si dhe çmimet e produkteve dhe shërbimeve. Është një situatë e jashtëzakonshme. Domethënë nuk po flasim për rrethana normale të lëvizjes së çmimit apo tendencës për abuzim nga operatorët ekonomik, por po flasim për rrethanin kur në berzën ndërkombëtare e në të gjitha vendet të cilat lidhen drejt për drejt me bartjen apo transportin e naftës përmes ngushticës së Hormuzit, e cila tashmë është vatër e përplasjeve apo betejave, po afektohen drejt për drejt nga çmimi i ngritur i derivateve. Ne kemi qenë vendi i parë në rajon që kemi vendosur marzhen tavan mbi çmimin e importuar, dhe ajo është, edhe një herë më duhet të rifleksoj, e bazuar në çmimin në kufi. Do të thotë çmimet luhaten apo çmimi ndryshon brenda varësisht prej çmimit privateve, megjithatë efekti i rritjes së çmimit është ndjerë dhe do të ndjerët. Ajo është e pashmangshme. Rritja e çmimit të naftës po ndodh për shkak të konflikteve në lindjen e mesme. Sot presidenti Donald Trump bëri me dije se është tërhequr nga kërcënimi për sulm ndaj Iranit, nëse ky i fundit nuk lironte ngushticën e Hormuzit. Sipas Trump, ky vendim u mor pas nisjes së bisedimeve për të zgjetur një zgjedhje mes Washingtonit dhe Teheranit. Afati 48 orësh përfundoi të hënën në mesnatë. Me gjithë paralajmërimet e presidentit Donald Trump ndaj Iranit se do të shkatronte plotësisht shtetin nëse nuk do të hapte ngushticën e rëndësishme të Hormuzit, kjo nuk pritet të ndodhë. Kjo pasi presidenti i shtetit më të fuqishëm në botë ka njoftuar se ka udhëzuar Departamentin e Mbrojtjes të shtyjë të gjitha sulmet ajrore kundër termocentraleve iraniane dhe infrastrukturës energjetike për një periudhë 5 ditore. Këtë bëri të ditur përmes një postimi në rrjetin social Truth, ku tha se e gjithë situata do të varet nga suksesi i takimeve mes Washingtonit dhe Teheranit. Kam kënaqësinë të raportoj se Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Irani kanë pasur gjatë 2 ditëve të fundit biseda shumë të mira dhe produktive lidhur me një zgjidhje të plotë të armiqësive tona në lindjen e mesme. Lajmin për tërheqjen e Trump e ka bërë të ditur edhe Agjencia Iraniane e Lajmeve Fars, e cila është lidhur me korpusin e Gardës Revolucionare Islamike. Duke cituar një bërim iranian të pa identifikuar, sipas kësaj agjencie nuk ka pasur asnjë kontakt të drejtë për drejtë ose të tërthërët me Trumpin. Pas këtyre zhvillimeve me njerë ka nisur lëvizjet në tregjet e naftës dhe benzinës. Nafta bruto Brent ka rënë në 13%, duke arritur në rreth $96 për fuqi. Ndërkohë Slovenia ka kufizuar të dielën përkohësisht blerjen e karburantit për të marrë me sfidat e paraqitura nga mungesa e tyre në pompa. Furnizimi me derivate në stacionet individuale të karburantit është kufizuar në 50 litra në ditë, për automjetet private dhe 200 litra për kompanitë dhe përdoruesit e tjerë, prioritar, si fermerët, ka njoftuar të shtunën në mbrëmje kryeministri në detyrë Robert Golob. Trump kishte njoftuar të shtunën se po jepte Iranit një afat prej 48 orësh për të hapur ngushticën e Hormuzit. Rrugë ujore jetike që aktualisht bllokohet në mënyrë efektive nga Irani dhe përmes së cilës transportohet rreth 1/5 e furnizimeve globale me naftë dhe gaz natyror të lëngshëm. Që nga 28 shkurti, kur ka nisur konflikti, më shumë se 3.000 njerëz kanë humbur jetën, sipas grupit iranian për të drejtat e njeriut, Harna. Kërcënimet për sulme ndaj rrjetit energjetik në xhirin Persik kanë rritur frikën për ndërprerje të mëdha në procesin e shkriptëzimit të ujit të peshëm dhe kanë trazuar edhe më shumë tregjet e naftës. Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës ka shprehur shqetësim për një valë të re të fushatës kundër mediave dhe gazetarëve, e cila sipas tyre është e nxitur nga zyrtarët të partisë më të madhe politike në vend vetëvendosje. AKK-ja ka përmendur deklaratat e deputetëve dhe zyrtarëve si Adnan Rustemi, Mihail Bajqinovci dhe Dejona Mihajli, të cilët siç thuhet kanë shpërndarë informacione që lidhen me pagesa me çanta ndaj gazetarëve. Fushatat e tilla denigruese nga njerëz të partisë në pushtet vazhdojnë politikën armiqësore ndaj mediave dhe cenojnë seriozisht lirinë e medias dhe të gazetarëve, thuhet në reagimin e AKK-s.
AGK-ja thekson se akuzat ndaj mediave online dhe studiove televizive janë të papërgjegjshme dhe kërkon që çdo deklaratë publike të mbështetet në fakte dhe prova konkrete, duke ftuar të gjitha palët të përmbahen nga veprimet që dëmtojnë ambientin medial. Asociacioni Gazetarëve të Kosovës dhe Iniciativa Kosovare për Stabilitet kanë prezantuar manualin të drejtat e punonjësve të medias. Gjetjet tregojnë se orarit i zgjatur dhe presioni në punë janë disa nga sfidat më të mëdha cilat përballen gazetarët në Kosovë, duke u ekspozuar shpesh ndaj shkeljeve të drejtave të tyre. Të drejtat e punonjësve të medias është ajo që i mblodhi në një vend këta gazetarë. Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës së bashku me Iniciativën Kosovare për Stabilitet kanë prezantuar manualin të drejtat e punonjësve të medias nga ligji te praktika. Kjo erdhi pasi u gjet se gazetarët në Kosovë përballen me shkelje të shpeshta të drejtave të punës. Vërtet e shumica e tyre vrejmë që ka tejkalime, sidomos të orëve të punës, pastaj edhe në anën tjetër të pagesat janë çështje nganjëherë edhe kontraktuale. Mungesa një sindikat të gjithëpërfshirëse, po konsiderohet se vështirëson më shumë mbrojtjen e të drejtave të gazetarëve. Që vendi ka nevojë të jashtëzakonshme për një sindikat. Sindikat e cila e kish përfaqësuar punonjësit medial në mënyrë të zëshme, sepse lajmi i mirë është që kemi nisë me ndëgju raste kur punonjësit i raportojnë vendet e tyre të punës, po lajmi i keq është që mediat vazhdojnë të sillen njësoj. Gazetarja Idiri Pireva tregoi përvojën e saj lidhur me presionin në vendin e punës. Që nga momenti që është dorëzuar ai peticioni pra siç thash është organizuar prej deskut informativ, por unë kam qenë ajo që e kam dërguar peticion te menaxhmenti. Në kushte normale kjo kërkesë çdo është me u trajtu, mu bashkëbisedu, me fol, po menaxhmenti e ka pasi si sfidim të autoritetet. Edhe çka ka ndodhur është që prej atij momenti ka nisë një farë trysnie, presioni ndaj meje deri te vendimi për largimin nga puna. Në këtë aktivitet u prezantua edhe një broshurë informuese për zbatimin e të drejtave në praktik. Ish bashkëpunëtori i presidentes Vjosa Osmani dhe ish deputeti Buri Meta nuk e përjashton mundësinë që presidentja të themeloj parti të re ose edhe të bashkohet Lidhjes Demokratike të Kosovës. Sipas tij, Albin Kurti nuk e rikandidoi Osmanin për shkak të angazhimit të saj në bordin e paqes. Brenda 30 ditëve, 2 herë u pa publikisht krah personit më të fuqishëm në botë për angazhimin në bordin e paqes të presidentit Donald Trump nga shefja e shtetit në Kosovë, duket se i prishi punë kësaj të fundit. Sipas ish deputetit nga Guxo Buri Meta, partia në pushtet nuk e rikandidoi Vjosa Osmanin pikërisht për këtë arsye. Edhe në kuvend shumë kohë, qysh në seancat e para të kuvendit, është ndëgjuar që pikërisht zonja Shfarc të i thënë dikujt nga deputetët që ajo s'do ta ketë më përkrajen tonë kur vjen puna e presidentes, për shkak të bordit, qasjes së saj në bordin e paqes. Madje Meta pretendon se një gjë e tillë u tha hapur edhe në mbledhjen e kryesisë së partisë. Disa, siç është zotri Peci përmes ministrit Gashani, i cili ka proklamuar në mbledhjet e kryesisë ashtu kundër kështu zëshëm me vokalitet të lartë kundër Vjosës. Ky së fundmi u pa së bashku me presidenten në një iftar në Ferizaj, tash në periudhën ku ajo po zhvillon takime të shpeshta me qytetarët. Absolutisht nuk është vizitë ashtu siç e ka bërë edhe në të kaluarën presidentja Vjos. Është vizita në për qytetet të ndryshme, aty ku janë ftesat nga drejt për drejt nga qytetarët, por më e rëndësishme nga këtë kjo është që dhe e mirë për qytetarët është që po Vjosa do të merret me politika partijake tani më.
E politika partijake ka dy rrugë, subjekt të ri ose kthim në lidhjen demokratike të Kosovës. Jemi rritur në lidhjen demokratike të Kosovës dhe nuk përjashtohet mundësia që të kemi ose subjektivitetin ton politik në krye me Vjosën ose të bashkangjitemi në LDK gjithashtu në krye me Vjosën. Edhe nga presidenca kanë mohuar se Vjosa Osmani ka filluar fushatën e saj, duke thënë se vizitat e tilla kanë karakter falëndërues. Shikues të nderuar, kjo ishte tëra që kishim përgatitur për këtë edicion të lajmeve. Unë ju falenderoj që na ndoqët. Natën e mirë dhe mirëmbëjtje.